Pas ndarjes nga Gjensila Mirtezaj, Beskallaku duket se ka mbyllur përfundimisht një nga kapitujt më të rëndësishëm të jetës së tij personale. Aktori dhe moderatori ka ngritur një valë të fortë reagimesh në rrjetet sociale, pasi ka zbuluar një tatuazh të ri me një dedikim të jetë domethënës. Emri Jejona, i shoqëruar me frazën poetike "Trëndafil në kohë lufte" dhe një datë specifike e vitit 2025, ka ndezur menjëherë aludimet për një lidhje të re dashurie, të lindur pikërisht në një periudhë të vështirë emocionale për Besin. Edhe pse ai nuk ka bërë ende asnjë deklaratë publike për identitetin e vajzës misterioze, ndjekësit janë të bindur se ky nuk është thjesht një tatuazh, por një mesazh i fortë ndjenjash, mbështetje dhe rilindje emocionale. Komentet në rrjet nuk kanë munguar. Dashuri e re? Kapitull i ri në jetën e Besit? A është Jejona gruaja që i shëroi plagët? Për shumë fansa, ky dedikim shihet si shenja më e qartë se Beskallaku ka lënë pas të shkuarën dhe po ecën përpara, më i fortë se kurrë. Po ju, çfarë mendoni? A kemi të bëjmë me një dashuri të re apo thjesht një simbol personal?